Sepse kjo është kënga ime preferuar e momentit. Ju e dini tani më që unë çdo muaj çdo javë kam nga një dashuri të re, po më dhe muzikore gjithmonë. Kështu që e radhës është September Song. Përshëndetje të gjithë follower, mirë se keni ardhur në Fan Day, ta mbyllim javën më bukur se kurrë, për dy arsye. E para se sot feston Kosova jon, shqiptarët e Kosovës festojnë 9 vjetorin e pavarësisë, që gëzuar për gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen, shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, ato të shpërndar në diaspora apo në mbar botën, gëzuar këtë festë dhe sa bukur ta mbyllim javën kështu me gëzime edhe me gjëra të bukura. Së dyti, ne sot do të kemi të ftuar një personazh shumë special. Vitin e kaluar, Epiderma në muzikë ka qenë çifti simpatik edhe sigurisht kur e fjalën në gjithë këtë fenomen e Manstine, prej 97-s ky njeri këndon, është ai Mato Gëshera që këndonte, kërcente, solli rrymën e R&B-s në Shqipëri etj etj, edhe një shok shumë i mirë do të jetë sot për një intervistë. Unë nuk i quaj intervista përgjithësisht, për një bisedë shumë interesante, shumë fani, madje Stine do të bëj diçka që ju nuk e dini fare që Stine din ta bëjë. Domethënë do zbulojmë një tjetër talent të Stines sot në Fan Day, kështu që qëndroni me ne një arsye më shumë për të bërë fan lover e për të kënaqur së tepërmi. Sikundër duhet jeni prezent në gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in lindtv.al, gjithmonë më shumë do të jemi pjesë e njëri tjetrit. Të theksojmë pak që do sillim edhe chartin muzikor të javës. Ju e dini tani më. Votat tuaja janë të pafundme dhe për këtë faleminderit shumë në lindtv.al/top10. Kemi kalkuluar votat dhe kemi sjell listën e këngëve më të mira. Nga vendi 10 tek vendi i parë do dëgjojmë 10 këngët më të mira të kësaj jave, sikundër chartin muzikor Like Top 10. Ne dëgjojmë të dielën në 10 mëngjesit në In Radio me mua Fatma, kështu që mos e harroni. Nuk kemi shumë kohë, shpejt e sillim këngën e parë dhe filluam. Lola ma sjell pak listën e Like Top 10 e kam lënë te grimi. Okej, lëre poshtë derës kur dish në studio. Okej, Lola nuk e dinte që unë po bëj emision ndërkohë që po flas me të në telefon, po ideja është që si njeri shumë i hallakatur që jam, sidomos të premteve, se mezi pres fundjavën, edhe ma gjithmonë Lolën që është grimira më mirë në botë që mund të keni parë dhe që ne e duam shumë gjithu dhe i them lutem ma sill pak atë letrën dhe lëre aty poshtë derës si sekret, si ato letrat e dashurisë. Në fakt janë 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, këngët shqiptare që ne do t'i luajmë në pjesën e dytë të Fan Day. Tani, gëzuar të gjithë që sot festojnë, edhe unë kam thënë gjithmonë, këto që kanë festë dhe ditëlindje të premte janë të përgëdhelur se u zgjat ditëlindja 3 ditë, në gjithë fundjavën praktikisht. Ed Sheeran është ky? Që po dëgjon në spot? Po pres një po, wow, nuk isha pa në këtë version. Ed Sheeran është ai që më së miri ju këndon këtyre zemrave të ndara dhe të lënduara, kështu që gëzuar ditëlindja, një fenomen britaniku i dashur nga i gjithë bota tani më feston 26 vjetorin. Në kuadrin e sportit është një basketbollist që bën namin kudo, është Michael Jordan, i cili sot feston 54 vjetor, që gëzuar dhe për këtë të fundit, për të kaluar tek vokalisti i njohur i bandës Green Day, Billie Joe Armstrong, 45 vjeç në ditën e sotme. Edhe super sensuale, elegante, ka festuar ditëlindje me një dialog shumë simpatik ndër të tjera. Lajmin e gjeni në lindtv.al. Paris Hilton feston dhe Paris Hilton 36 vjetorin ditën e sotme, kështu që gëzuar sidomos gjithë follower që sot kanë ditëlindje, kanë për vjetor dhe gjithçka tjetër. Ju dërgojmë shumë puthje nga Fan Day dhe një këngë shumë të bukur tani. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Wow, kjo ishte subasta se kisha bërë ndonjëherë. Ishte shumë interesante. Okej, pyetni pak kështu. Shikoni pak të kemi sot në studio. Unë edhe në telefonja kam regjistruar Stine simpatik. O Stine. Mirë se erdhe në Fan Day. E ke eksagjeruar shumë me të drejtën. S'ka gjë. Kam një vit që them, ama kur do vi. Me fortë që unë kam qenë shumë të shikues i rregullt i këtij emisioni. Para tani nuk e di se do dukem vetë. Pyetje kam unë se mami nuk di se do më shaj mua shpisë, unë jam me sharët jashtë, do kratë shkurtër. Ti me xhub do më thot, po ti më i vajz. Kishe po fritë. Dhe shumë tregu që kam blejt xhub. Sa e bleve, ke etiketën apo? Dhe hoqë etiketën. Do ulemi? Po, do ulemi. Do ulemi? O, bo. Ti e di që u këtë këngën e kam bërë, e gjithë ku të duar, s'ka probleme, sistemojnë më vonë rëmujën. Rim rahat. Haje njëra ato, Adi. Mos do që uj. Ja, po që ta marrë. Që ta kuptosh jam edhe gotë që bëj kështu punë shpije, sill gotën. Dëgjoj, kjo është gota ime. Je i dyti njeri që ta jap. I'm a boss. You're the boss.
Si e? Mirë se gjithë. Mirë se na erdhe një. Kështu me korrekcioni pas ka një punë, si që të gjua nga në shoqëra të përbashkët që... S'jam. Nuk është Me korrekt. minezim, po kam një mujë që jam fillu të shoh më herët. Po ti ke jetuar edhe në Gjermani, Gjermania është super korrekt, kështu që ne. Unë jam korrekt, po isha deri para një muaji isha korrekt në darkët. Mirë se kisha probleme. Po ke filluar regjim duket, ë, e bë shumë... Regjimi thjesht kam ndruar orarin e gjumit. Po si e mos tini? Si ke kaluar? Si e? Qa ke bërë? Mirë, ja, si që më shef. Tani mos bëjmë Më të takuam bën pjesë. çudim, më bën çudim domethënë se. Me që kam pas shumë herë emision nga televizori, kam qenë vërtet shiku si rregull. Më vjen keq se jam të e pata shiku. Dëgjoj, pse dikur më ke pas ndjek shumë, se përveç se më ndiq se Stine jo me imiton të çuna, po. Kam frikë se Stine e bënte Fatmën më mirë se sa unë. Kisha 6 mase shumë kohë që të ndiqja televizorit, kisha kohë tjetër. Po pse tani s'm shef më? Tani s'kam pas kohë, se jam marrë që të nxjerrja këngën dhe të punoja do të jetë çik për Do dallë. të shtie midis Fatmës dhe këngën, zgjodhe këngën. Tani Zgjodhe Belën. Ja, pata mundësi të vi live. Dëgjoj, unë i bëj shpesh e flokët Kaçurela, pse s'more mua personazh të klipit ti nje? Supozoj që jemi shok apo? Normalisht kisha frikë se do thojë jo. Shko, unë jam një imazh. Dëgjoj, Kam një mision, do kisha thënë jo për atë puthjen. Që i dhe ata i gotë. Do ta vidja shpejt e shpejt, siç kam thënë tek. Ai kthen kokën për një moment, unë vidh puthjen shpejt e shpejt. O Stine nuk ma mori mendje që do vije me syze, po buri dhe o dhe këtu. Tani ja nuk po heqa, di pse se. Ha një. Në portalet e punit të shkruajtë, pse ma Stine syze? Mos vëllall ka problem me syze kështu. Po ti ke gjithë të kohë që mbas sy, tani e kuptuan që ti ke probleme me sy, Me- ka, me- realisht just ka, for po fun. do t'i tregoj. Nuk që s'po i heq. Do e ndas një mendje që t'po tregosh që s'ke asnjë problem. Po vi moment, unë jam rahat. Jo, e di qa më kujtua sot mëngjes madje, që ti dikur ke qenë me ato gërshetat, atë ka marrë mallin e çik për ato gërshetat që bëje. Ishte ti Po, që kam marrë mandë kur bukurove, kam pa ty herë me puntat kishte bën gërshet. Nuk do më kisha bërë. Edhe Tash, dikur pa. në Gallata, kur i kisha bërë ato flokë kështu me gërsheta, kisha parë një foto të Rita Orës, në rrjetet sociale, dhe me do kopjoja Rita Orën, kisha gjithë ditës që bëja snepe para pasqyrës me gërsheta. Dalë për korridore se triumfi imës kur bëj parakalimi këtu dhe shoh sa komplimenta marr nga çunat. Kur ja fillon nga ky i pari që ke këtu. Do Që ke vëmendje, bërë do si Snoop vëmendje. Dogg o nona. Do vëmendje. Edhe që nga ai moment pastaj si bëra më. Që nuk është dhe gjë e mirë kjo që the. Dëgjoj, di që ti ke qenë non stop në studio këtë kohë, duke punuar për Belën që solle, të gjëra tjera, të reja, interesante. Kam që bëra mbartë në zjerë. Që zoti që erdhi gjithë. Ke qenë edhe shumë aktiv në për televizion kohët e fundit. Me që se jemi afër Shën Valentinin, nuk e festove Shën Valentinin Kristine? Në studio. Në studio? Ishte i ftuar te Roza, ndoshta? Po, Roza ishte ftu, po ai ishte në mjes, normalisht Ore, me vërtet jeni kështu cool ex ju, apo bëni thjesht për ekranin? Jemi, po desën, o shkova pa pi kompleksi, edhe më ftoj pa pi kompleksi, është... Jemi shokët mia. Shkoj mirë, ama kjo është rëndësishme. Patjetër. Po që u bë nami lart e poshtë në për... E portalet e punë kanë lëvizje, do bëjnë punën e vet normalisht. Do kapin diku, po gjithsesi. Po qa nuk kam bezdisur në herë portalet për shembull? Jo. Dhe zonë jo s'kam pas në shqetësim. Sepse fakti që kam hyrë kësaj pune e di si shkojnë gjërat, ose si pjesë e lojës është, normalisht do ta lëm lojën siç duhet. E kuptoj, meqense kjo është pjesë e lojës, ka një gjë për personalet televizionit, problemi është që edhe njerëzit familjarët... Deri momentin që s'ka gjë personale, është okej, normalisht është profesional, normalisht ndonjëherë do të shqetësohen. Ne do të shqetësohem kur flasim për personin, atëherë është diçka. Kurse kur flasim E di atëherë çfarë përshtypje, Stine? Që ti ke bërë një teori të tipit që na mungove shumë tregu muzikor, erdhe me që ishte simpatik bëre namin atëherë, që s'ka njëri që s'e ka kënduar dhe kërcyer atë këngë për shqip dhe mua. Pastaj bëre prap një pauzë, ta kam treguar me fakte. Pastaj bëre prap një pauzë u riktheve me Belën. A është kjo kështu teori që po e ndjek ti apo kështu po rrjedh, kështu po ndodh, që pata një Unë jam shumë spontan, i marr gjëra si të vinë. Shumë kanë ardhur gjërat, edhe çifti doli këtë rastësisht. Sepse çifti në fakt është bën mbrapa Belës. Çfarë thua? Si kanë, të dyja këngët janë bërë para 3 vjetësh. Edhe vite shumë keq për mos të nxjerrja. E kuptoj, më fal se unë flas shumë ti e di. Po fakti që gjithë këngët që bën ti thonë, ja ka bërë Rozës të bëjë që bëjë. Kjo është vetëm një histori që njihet nga të mijat. Mund të kem pas shumë histori tjera që edhe nuk dihen nga media. Po nuk më bezdis, tek e funit çdo njeri e përkthen edhe çdo njeri e shef këngën në mënyrën se si ai do. Edhe për shembull edhe më pëlqen për shembull. Ka këngë që pëlqejnë,
Sepse njerëzit varet se si ndjen atë moment. Për shembull, një moment ka faza që pëlqen balladat, pëlqen këto ritmike. Edhe çdo njeri fut veten e vet aty. Po u personalizoj gjëja me pjesën e tekstit të këngës. Nuk depërton më te publiku. Për shembull, unë çifti simpatik sa e gjë më ndoja që ishte për mua. Më ndoja vetë, jam unë çifti simpatik. Çdo kush, kënga mori dhënë sepse çdo kush ndjeshte çift simpatik aty. Gjithatë çiftet ndjen veten te tekstit. Dhe mori dhënë sepse edhe në gjitha situatat që kemi qenë kështu, ja ke bërë fiks për ne. është duket sikur e bë për ne edhe nuk është se personalizova së tekst. Unë kam thënë dhe në emision që ti tani, Stina më ka treguar një muhabet kafe se si ka lind çifti simpatik, po unë si llafazani që jam nuk qëndrova të pa e thonë të detaj, që ti ke parë një çift shumë simpatik në një pistë kërcimi apo edhe në fund ditës ato nuk kishin asgjë me njëri tjetrin, dhe ti u inspirove shumë dhe e bëre këtë. Po bromet latine, se unë shkoj shpesh aty dhe aty kanë lindur dyja këngët. Edhe çifte dhe po shifet ato që kërcejnë, domethënë, këtë rutinë aty në latine. Edhe kërcejnë me njëri tjetrin, ndronin partnerë dhe kështu dhe po kërcenin sikur kishin një afrimitet, sikur kishin gjithë jetën që njiheshin. Po në vërtet thjesht kërcenin, ndronin partnerë, shonin, i merrnin, edhe bënin shumë përshtypje, kupton? Aty ka qenë shkëndija e parë. Muza. Inspirimi gjigant. Tani, unë kam dhe një natë me Stinën që ta dini ju se ky njeriu mua më imiton, po do ta bind pak nëse do mundet ta bëj sot emision, por të na duhet pak hapësirë e shkurtër. Më vonë. Po Fatma si e? Mirë. Unë jam e ftuar Fatma do. Tani do prezantojmë një këngë të re e cila ka bërë maksimumin e klikimeve në billboardet botërore, po prit para se ta prezantoj dua të gjej një pozicion të rahatshëm. Dhe jam mirë kështu? Jo, s'më pëlqen kështu, s'më pëlqen. Po kështu? As kështu s'më pëlqen. Përgoj cikatletët. As kështu s'më pëlqen. Okej, po rin këngë fare. Okej, po rin këtu pra. Dhe kënga është, le të vazhdoj vetë. Mjafton se do iki unë, po vazhdove më të me imitosh, kam përshtypjen se do iki fare. Që ta dini gjithë, unë kështu e kam njohur Stinën për herë të parë, dhe me shifja që po imiton, dhe kështu që m'imiton, kishim një problem madh në gjatësi, duhet ishte shumë më i shkurtër që t'imitoj mua. Po nese e pranojmë dhe këtë. Kisha fund. Do flasim pa? Atëherë ke pas fund të atletë, po më dhe i çoshe këngë. Dhe ai billboardi nuk na di për ndër, ta dëgjojnë sa mirë prezantojmë këtu ne. Mirë, tani unë nuk binda që ti me vërtet e shifje Fandale. E asë kohë dhe ke bërë shumë gabim që bën mungesa kohë të fundit dhe nuk na ndjek majsa me të thotë na ke pas ndjekur. Ndjek prapë sa të ndjek këtë këngë. Unë kam qenë te studio jote ku bën këngë, s'ke televizore të gabim? Kam. Sa ke vënë re, kam poshtë. Poshtë po mendoja te pjesa ku krijon. Do ta bashkë të bësh këngë, buka do të çosh Fandale tani. Gat parë kam. Kam pas edhe lart, po më shpërqendron. Jam shumë e sigurt. Tani, do më tregosh pak si u krijua Bela. Domethënë, ti bëre më herët bëj unë sikur nuk e di. Prit 2 sekonda ta tregoj këtë sekretin tjetër, se unë për sekrete jam. Ka një vit në maj të vitit të shkuar, unë dhe një mikeshe jone përbashkët që duam shumë të qesh prindërit që përshëndesim. Vajtëm të studio e Stinës edhe po na tregonte 1,5 milion këngët që ka. Ti ke shumë këngë më buri dhe u atje. Do më thuat edhe 1,5 milion vjet me një Lëri brez pas brezi. Edhe na tregoi Belën dhe unë që atje ruaja në telefon, se kë nuk të lejon të xhirosh asgjë në studion e tij. Edhe ruaja në telefon dhe prisja të thotë që ta lançonte. Do të të falenderoj publikisht që më keni suportuar dhe më keni marrë telefon, por do nxjerrsh të Belën apo jo, është dhe na. E bëmë që bëmë atë paktin që do të bëja mesazh për ditë nxirë këngën. Një moment po pëlqej di këngë tjetër thash se ta nxjerrte, mos do të them çfarë thën kusa. Senzore me qen. Edhe nuk ta kishim thënë këtë. Majt Allah. Tani Bela është si klip është komentuar shumë për puthjen që ti ve me atë vajzën. Çfarë ishte ajo? Punë. Është për rol. Po mirë, që ta çonim në atë idenë e klipit deri aty ku donin ne. Donim ta mbanim më shumë këtë thjeshtësia. Mos e egzagjerojmë, domethënë, që të energjia të rritet aty që mos i shpërndanim shumë me skena të ndryshme. Se njihen njerëzit nëpër botë, nëpër klabe. Dalin. Po direkt ato njerëzit? Pa, situata mund të puthen direkt dhe indirekt, edhe jashtë klubit tani. Po ti duket ja vodhe ato puthi. Pash se mua më duk sikur ajo të puthi më shumë se të tjerë. Ne sa shoj unë vjedh puthen tekst. Do ma vjedhësh puthen klip. Ashtu. Shëram kompromis. Kështu me gjithë aty, unë vjedh tekst në praktik.
nuk bëj më puthje. Ashtu? Nuk bëj klip me puthjet më mrapa, po gjithsesi mirë shprit. Jo, Ardë është origjinale. goxha mirë. Biles ke pjesa puthjes, unë i thosha kameramane të lutem, ta bëjmë edhe se bëm mirë, se bëm Sa i mirë. keq. Më fal kur ti dhurove këtë puthje që vetëm që është shkruar shumë. E di që kjo batuta juaj. E di që më bën shaka. Po nëse u komentua shumë. Ai shoku i ka këtë batutën, ja kam vjedhur aty. Bati kërkoj falje. Kemi kështu copyrightin, shoku Stine. Përshëndes. Tani, unë si kundë gjithë shqiptarë, jemi shumë kurios të dim, kur partnerja jote pa që ti pusa të gotët e klipi, unë të drejt do isha nxehur një qik. Po, u mërzit, pa. Në vërtet? Sinqerisht, Po pra thash tani se jam gotë zvet, jo për gjë. Po s'mund të sillesh edhe si indiferente, po gjithsesi e kupton që është punë. Ne Është artiste folëm vërtet. 2 ditë, po s'ka gjë. Se ka puna këto, ka risje, ka risje. Nuk është Pra aq ndaj ke vendosur mos sa putesh më gosën e videoklipti, se s'flet 2 ditë në partner. Jo, tani skenari tjetër ishte nga që është një këngë me fjalë pak dirty dhe do të bëj një skenë akoma më hot se puthja. Çfarë thua? Një javë do flas me partnerin atëherë. Jo, një muaj do t'i nga Shqipëria. Pas një muaj ktheu kur të ke marrë edhe produktivitetin e këngës. Unë kam vënë edhe një gjë, Stine, që këngën tënde po e shpërndajnë shumë personazhe të famshëm, që është e vërteta. Tani pyetja ime është kjo, ndodh diçka rëndom që shumë nga artistët të marrin dhe tonë do ma shpërndash pa këngën, të lutem në Instagram, më bësh këtë, më bësh atë. Unë duke të njohur ty, e di që ti bën 2 zile, të tretën nuk e bën kurrë, sepse thua se për tova s'desha etj etj. Nuk duhet bezicjoni, se s'duhet bezicjoni. Pikërisht, duke qenë se të njoh. Pikërisht, do t'i falenderoj artistët se pikërisht më kanë surprizuar, nuk e kam prit nga shumë artistë që suportojnë këngën. Se nuk ka dhe një gjë të keq që ti thuash një kolegu që ke shok që ka mundu ma suportoj. Po nuk është se e bëj, nuk është se kam tip, si unë vjetë dhe zorë, më s'kam se ta vinë siklet. Se është çështje personale. Ka dhe njerëz që më pëlqen këngën dhe se postojnë. Ka dhe njerëz që se pëlqen këngën dhe postojnë më duk mirë dhe nuk do të thotë asgjë, po më kanë habit artistë, disa artistë që e kanë nxjerr. Edhe pa më thënë fare, pa më tregu që shikon në endë zorë, më thotë kam thënë wow. Faleminderit shumë se janë artistë, më shumë mirë. Pasi kënga ka dalë, e ke parë ndonjëherë vetë, shumë nga aja të zhoja, klipin po mendoj. Po, në momentin që doli, deri në momentin se ishte dalë, ishte një javë që po stresoj, duke pak shumë me sy kritike kështu. Po, jo më rregulloj, se në momentin që del, sa doli, çuvolose, po s'ka çfarë rregullon, pastaj vetëm e shijoj, le repeat. Është shumë e bukur reali, fillon dhe kërcej. Po atëherë shijon, atëherë fillon ta shohësh deri në atë moment, derisa s'ka dalë në momentin do ta shohësh si ti që çka ka mundsi të rregullosh aty se. E parë me syze apo pa syze? Te se mbajmë më. Okej. Ka qenë shumë. Do ta shohësh me syze tani do e shohim gjithë bashkë klipin më të fundit të Stine që ne kemi luajtur sa ka dalë këngën e parë tonë fan dhe e kemi zënë. Kështu që do u gati të thuash një faleminderit tjetër. Do të bësh falënderim apo? E di që unë jam fiksuar me këtë këngën të Nicki Minaj. Minaj po që shumë. Në vërtet? Po këto posterat ja shef se i ka pak eksplicit të coverat albumit për gjithë. Unë mashkull jam, normalisht. Pëlqen shohin femër. Dhe që dhunë që ja femër në shok. Është që ke bome, po s'është mirë. I plotson kushtet. Se ke probleme me këto gocat e bome, Stine? S'kam problem. Se kisha një kundër batut, po të kishe thënë po. Kam probleme me gocat që s'bëjnë sigur. Ke që të bëjnë sa donë. Të frekuentosh një gocë ka qenë super e bukur, po nuk bën të sikur. Besoj se ka qenë edhe ti. Me një gocë një mashkull shumë i bukur edhe s'ka dhënë asnjë lloj benefiti. Jo, nuk jam, mbase ta jam përshtypje, po s'jam shumë kështu. Që e kaloj me faqe, okej, kjo kaloj faqen tjetër. Ço bëjmë valla? Po kërcej? Po prova shumë. Po kërcej edhe shumë mirë po bëj. Edhe si të duash, vetë shumë s'bën më afër se ngatrojnë planet pastaj edhe s'merrem me vesh nga jemi. Kur ka mbaruar Dance with Mia, ke kërcyer ndonjëherë në atë intensitetin e Dance with Mia? Jo. Çfarë? Edhe unë kam një tip që s'kërcej klubës. Nuk pëlqen triul, ti e thot. Po si ka mundësi që ti s'fillon, le të themi që ke qenë për të mos thënë i pari që solli edhe koreografinë, edhe kërcej, edhe këndoje. Po e kam tip, nuk po dal privatisht nuk kërcej. Mund të jem shumë i dheur që kërcej. E mbar alkool? Kam se po, do ta provosh. Ja do e shohim, do të testoj. Ti pi unë ujë. Një pje verë aty më mirë, edhe provoj. Unë dem shpesh ose s'dem fare, dëgjone. Po tani që je bërë një baba dhe një baba shëmbullor, prap teston alkoolin? Jo, kam filluar ta redukoj. Ej, po më si po duhet vetja tani? Trupi s'mamo, do të më dhon stopi. Kujdes se marrin patentën se e kanë bërë shumë të shfarë.
Mendoj që mos isha bërë pas disha ardhe këto. Në Këty vërtet? në emision. Çfarë Të thua? nxjerri këngë. Pa hënjer si po shkojnë këto punë, këto gjëra. Shumë bukur, shumë bukur. Është më e bukur se ç'e mendoja, se që janë muhabetet e çunave që është shumë, mos i vi hallëve, është gjë shumë, po sa që kam ditur më së do është shumë e bukur. Është motiv vjetër. Unë lexova një intervistë tonë në fund, në intervista hu që ti the është inspirimi im tani, është muza ime pa diskutim. A do i bësh një këngë gocës? Do të vi natyrshëm, se jam shumë spontan. Nuk dua që ta bëj që erdhi goca në jetë, ti bëj një këngë tjetër. Kur di moment. Esti është 3 muajshe, e di që emrin ja ka lënë partnerja, që përshëndesim shumë. Shpresoj ti duke na ndjekur tani. Kur ti ngjan më shumë ty apo partneri, apo shumë e vogël për ta kuptuar? Them që ngjan mua, bëj shifin vetë. Unë them as të ngjan ty shumë, edhe më thotë jo të ngjan ty shumë. Ai bëri çifin njëri tjetrin. Kam nga të dy, Kjo, po ti si ke qenë si kalama, çfarë thon prindrit? Kam qenë i urtë, më thënë aty ke urtësi, jam ngjan mua. Kam qenë nuk qaja fare. Sa shumë, kur vetë kur gjumë shifin, a jam aty ose më aty. Me vërtet? Edhe në ashtu shumë, të shumë gjumë si puna ime, më kam qef gjumë shumë. Nëse është edhe herët shohim tani ato. Normal, avash buloj. Po mirë, nëse një ditë Estia vjen dhe thot babi, dua të bëhem këngëtare. Ne do të dy zemë, Çu thoni kur është 3 muajsh, edhe shumë në adoleshencë do thuash. Në rregull tani. Më pyete, në këtë moment, këtë përgjigje desha me Më të. vërgojnë. Do më thënë, ti që e di shumë se sa e vështirë është t'jesh artist në tregun tonë për këtë si është, do ishe dakord nëse dhe vajza jote të t'ishte këngëtare ose artiste? Tani me 2 prindër artista ajo ku do shkoj, po? Çdo punë ka përpërcit e veta, domethënë, okay, edhe arti ka ato gjërat e veta, po s'është e vështirë, është profesion i bukur, nuk është se jam kundra. E di që ndodh shpesh prindit që kanë ushtruar një profesion gjatë gjithë jetës. Nuk duan që. Gjithmonë fëmijët i orientojnë në drejtim tjetër sepse nuk kanë gjetur pak kënaqur. Do ka përpërcit. Çfarë do lloj fushë? Ka bryla, ka kënaqësitë e veta, ka lodhet e veta. Do të shoh intuitën, çfarë intuitë do ketë? E kuptoj. Do ta ndihmoj që ta suportoj që ta ndjek intuitën e vet, s'ka lidhje. E vërteta është ti u bëra shumë vite pjesë aktive tregut muzikor. Nëse e marrim për fillim, bie 97-a për fillimin. Nëse e marrim kështu si solistë të tjerë, bie 2003 nëse nuk gaboj. Ua, a do të skaptojnë asnjë me data ato? Të mëshme, dhe ditën time mendoj 2 herë për ta thënë. Dhe tamam, vegën e parë kam prek, kur kam qenë 6 vjeç. Në klasë parë shkollë që kam bëu violinë në 6 vjeç, edhe çatë Violinë. që se kam prek me violinën, kështu që. E di që askush nuk e di që ti luan në violinë? A nuk se kam ditë, po kur e bleva violinën prapë pas 20 vjetësh. Gjeta i person që ishte vegle kështu muzikore të vjetra dhe të cilësore, thash, ta marrë violinë ta kemë, me që kam pas aq vite relat, kam pas një lidhje personale me violinën. Kemi qenë të lidhur. E bleva violinën dhe shikoja violinën kështu, thoya, ti bitha, falesa do s'të marrë, se kam vite që se kam marrë. Nëse unë s'po flasë, unë kam përgatitur një gjë me violinën tonë legjendare, po pak më vonë ne kemi këto, tani do të bëjmë gjë tjetër. Tani, ti më the dje që ke filluar të mbash dietë. Dietë, po palestra s'kam filluar akoma. Po kur do të fillosh palestrën? Po do të sot dieta. Do e nisim sot. Unë mendoj pa për shumë. Pompa. Pra punë është shpike mjesit, e dyta kena abuzuar shumë me alkoolin ndje që të redukton emocionet e sotme, dhe e treta, si dele me tekaqif. Me tekaqif? Po, me tekaqif do bëjmë, nëse më qëllon mua do i bëju, nëse qëllon ty do i bësh ti. Hajde, këtë do zgjedhësh. Unë do zgjedh çiftin. Ti çiftin, unë te e për smeti që ti, edhe unë dua çiftin. Gati, 3, 2, 1. Qift. Fitove ti, i bje dhe i bëju në pompa. Po, gentil, kush do bëhet këtu? A do jetë në njëri pak gentil? O të të bëti fosnik, jam pronar i emision. Ti pronar i emision. Kështë emision pa pronar. Okej, me një kush tine që pasi ti bëj unë, do i bësh edhe ti pompa. Sa duhet bëj? Deri te 100 shkoj kështu pa? Jo. Shiko, mos të vrasë shumë një, 10 thopë një. Po, që unë kam fustane, po çuna ju jeni shokët e mi, mos u bëni shokë me. Kamerat janë këte, kështu që s'ka pasion. Kamerat janë këte dhe mua do më besoj që Arlisi do e ketë pjesën e vështirë. Sa duhet bëjmë? Çfarë? Nuk e njoftë numrin, nga treshje poshtë. Treshje poshtë, atë e bostar. Kush ti është do i bësh dhe ti pas meje? Ti unë fitova basën. 2. Me dhe për parke Fatma dhe ta bësh bëj pompa. Nuk e kishte bërë njëri këtë. Më falë ti s'do i bësh? Po më fitova më. I qikë për? Okej. Kjo duhet jetë me pip. Me pa tjetër. O zonë më dhëmë shumë duart, e të meshme. Nuk të shkojmë palestrë ku.
Do bëjmë pompa. Hajde stile. Sa do? Pompa me syze s'kisha parë në njërë njësën tine. Do seks me syze ke patë? Një. Ka që njëfton. Bona një më shumë se ti. është pak drek, mendoj. është shumë njës. Ne të shofim diçka pak më kishim 3 vjet pa dritën e diellit. Po kur rrim me syze, zemra duket na gjatë gjithë kohës, nuk beso këtë. Tani, ne kemi, o zotë, unë lodha të mersi shumë, me 2 pompa, imagjino. Ne kemi gjë shumë të bukur që do bëj stile pak më vonë, ky pak a shumë ja ka ide, një fare, po ta spërlojmë bashkë, putemi. Po bënim kështu kurs si të pishkëllem mirë. Unë kam me minutazhe, do të thonë njerë jam mirë, njerë jam keq. E dini çka kam bërë unë? Stine ka që kur ishte 11 vjeç që këto nuk e kishte prekur me dorë edhe nuk luante më në violin, pavarësisht se është shumë i talentuar në violin. Dhe praktikisht askush nuk e di që Stine i bie violinës. Po, ama tani, miqtë e vërtet bëjnë kaq sakrifica. Ka fituar sigur ju. Sa kohë ke që nuk luan? 20 vjet pra. Çfarë thua? Fare. Ua, kuptua moshën e Stinës. Të lutem, a mund të luash pak? Unë i kam bërë gati gjitha, kam folë me 2 shokët e tu që ke sjellë sot. Edhe ta vodhen violinën. Kemi edhe Jurgenit, që çfarë pseudonimi i thoni ju Jurgenit? Kërci. Kërci që lua në kitarë. Hajde një çik të lutem. Edhe këtë surprizën e kam për gjithë ndjekësit e fanëve, për gjithë fanët e Stinës, që Stina është shumë i zoti në violinë. Ha një. Qa do të kapë një gjë? Në që qa duash. Qështë simpatike dua se s'bën një. Pastaj tjetër më dojeve. Do bëjmë një gjë që na pëlqen neve. Okej, që të doni? Se kemi qef alkoolin. Përshëndesim gjithë atë shumë të pinë alkool. E shumë të muhabetin alkool. Ajo, gota ka ujë se mos keni menduar se ka alkool. Të përshëndesim gjithë sunat e lagjes. Edhe këto të lagjes ti me të lutëm se i kam qef, i dua. Sunat që po na shohin në këtë momente. Edhe gocë do përshëndesim. Edhe gocë. Edhe ty normalisht. Okej, ua, sa qef s'isha parës njerë dhe ndonjëherë mendoja që ti thjesht gënje nuk di të luash violin. Qa ishte kjo, mo? Sa për fillim, start. Seriozisht? Ishte në Gjumia Pagarusha, po? Kënga, po edhe violina me sa kuptuam të përqenë. Po, violina kam shkërkim energjie, dikur ulesha shumë studio, po tani 10 minutë, 20 minutë që prek një. Do jam sosh gocës violinën? Që se ka shef po, ty dhe ketë. A do të shofim në një klip? Si fillim dhe marri si lodër, do lyje kështë që është kjo. Si fillim do të thuaj ato telat herë. Nuk thujen telat, do t'i këpusi. Do t'i këpusi ato telat. Duke qusja them fare nga violina. Kërë si mirë se erdhe, je? Si je, Si shpitatë, vlaj, më se vramene, si shpitatë. Mishtë na erdhët. Unë s'po të them me këto pseudonime që kemi shoqë, është rrës si shpitatë. Do një gotë alkohol? Po, dëgjo, ka që më ke përmëndur alkoholi, sa më duke sigur jam bërtapë. Që kam lonë, du të dem, shumë të më të e për me. E ke lënë? Po, cigare do e lesh? Bëje pak premtimin publik. Po le alkoholin, dhe kafe, se... I le të gjitha. Dëgjo, do më zbulosh në i projekt të shpejt me që se jemi dhe në fund tani, apo i ke secret? Apo je kështu dali ku dali? Projekt të radhës pikërisht titullat shumë, dali ku dali. Me vërtet? Dali ku dali, së është dali ku dali. Kështu do ke titullin apo po e thua për gallat? Jo, të shkoj ka titullin, dali ku dali. Me të vërtet, dali ku dali? Përgjigjet e titull bashkë. Qa thua? Do jenë shumë këngë, njëra pas tjetrës, do bësh prap pushim? Nuk e di, këtë e di që do dali. Për këtë e ke me siguri. Do i mungosh më tregut muzikor shqiptar që të rriqin veshin në tani, apo? Nuk kam arsye, sepse kam se materiale. Derisa të marrin ato materialet joja, pastaj shoh. Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që të paktën ato 5 materiale që mendoj që janë saktë, do doja ti silli. nxjerrja. Po bashkëpunime do ketë Stine? Po, do bashkëpunime.
Janë emra të rinj apo janë emra të afirmuar të muzikës? Edhe bashkëpunimi varet nga kënga që do të nxjerrë, nga pjesa e mënyra e këngës, por gjithsesi edhe spontane në bashkëpunim. Ka me të dy, edhe me të njohur. Edhe kështu, edhe kështu. Edhe kështu, edhe ashtu. Duke që se ti ke labelin tënd të muzikës edhe shpinë e produksionit të ndryshëm, ke artistë që nuk don t'i futesh fare në atë studio? Për shembull që s'do t'ua bëjë një këngë kurrë? Jo, s'kam. Nëse unë vi një ditë të bëjmë këngëtare, që s'ja them fare, do e bëj. Shiko. Si do ma thoje mua që më ke shoqe? Ti që si këngëtar prapë ke drejt bësh një këngë. Thotë se do të bësh. Mos e na mbytën tani seriozisht. Jo, ka njerëz që bëjnë këngë personale, që mbajnë. Në Gjermani për Po shembull pra, është në modë që njerëzit personale. Është në modë që njerëzit për shembull kanë pasur rast kanë ardhur çift pas të martoshë dhe me vërtet kanë bërë shumë përshtypje. Dhe kam kriju vërtet shumë respekt, kanë treguar vërtet shumë kulturë. Para donin ta bënin surprizë gjithë të ftuarve ndasëm, që do bënin një këngë që ja dedikon njëri tjetrit. Vërtet? Do të s'kan drejt të këndojnë ata. Sa nuk e bën as për biznes. Tani të këndosh edhe të bësh një këngë për ta luajtur për televizionin muzikore. Do ta përkufizosh, domethënë që është tjetër që ata që i vinë për ta bërë biznes, edhe varet sa taft janë, është tjetër që ata që e bëjnë për shef. Kënduar ka drejt çdo kush, domethënë, s'u do të çdo kush. Nuk kuptoj. Mirë, herë tjetër do na vi me një piano, po mendoj çfarë instrumenti muzikor tjetër do vish na e zbulosh kur kemi intervistën e radhës. Bëre një rap violinën, kam pas një lidhje shumë intime me violinën. Qa ndodhi me lidhjen tënde intime me violinën? Ta takon prapë. E takuet prapë, Më shurikthim. mirë. Dashuria e parë nuk harrohet, Stina. Asnjë. Ja ku e ke dashurinë e parë. Okej, unë ju falenderoj shumë edhe ty Jorgen. Faleminderit shumë. E ne të falenderojmë shumë. STINE që ishte sot emision. Zot, faleminderit shumë ftove, se vetëm do të kisha më radhë. Faleminderit shumë. Shumë kritike. Ama, tani se nuk jam që keqe. E solli Lola këtë letër dhe e kështë të poshtë derës e mora, po do na duhet pastaj që le ta fshehim pak që të tregojmë që jemi të rregull dhe të rëmushëm. Tani, ju dini që nga hera ne bëjmë pak të nunë, vdes që bëjmë pak PR e programacioni që sjellim këtu në Fande, e gjërave të bukura që servirin sot në pjesën e mbetur të ditës, po edhe të shtunën, edhe të dielën, tënën pastaj i ripërmendem, kështu që kemi kohë deri më atëherë. Mos harroni, sapo të morrni Fande në ditën e sotme në 17:00 keni Greenhouse. Serial shumë i këndshëm, sidomos për të rinj, ku në fokus ka target group të adoleshentë shumë inteligjent që zbulojnë enigmat pak në këtë serial. Krip dhe pipere mbyll sot javën suksesshëm me një tjetër recetë bërë me shumë dashuri. Ju pret indritjes bashkë me Alfio në kuzhinën e tyre me gatime interesante. Sigurisht edicioni informativ do të vinë në 18:30 me Ilirin për të informuar rreth gjithçka e çfarë ndodh. Do të mbyllin edhe për këtë javë takimin Rudi dhe Mateo me trejat, kanë goxha gjëra pikante për t'i serviruar për ju dhe për të ndarë me ju. Dokumentari Zoom In vjen sot dhe në fokus ka Batalioni Fortave Speciale të Zall Herit. Sinemania vjen me një tjetër film për ta mbyllur kështu gjithë ato rutinën e famshme të filmave që ne sillim nga herë në të premte në orën 9 të darkës. Mos harroni, shtunat e diela vinë për gjithë ju, sidomos paraditet janë me filma vizatimor për t'i parë me fëmijët, apo dhe ne që duam të me fëmijë gjithë jetës. Sigur në gjithë filmat e kinematografisë, zhanrat të ndryshëm që janë serviruar gjatë javës, në rast se i keni humbur, do të mund të shikoni të shtunën dhe të dielën. Keni kështu episodin e ri të Tekun me Ariolën, keni retransmetimin e Kelvit dhe Sarës me Gossip TV, e gjithë gjërat e bukura të javës vinë gjithë si paket, për gjithë ju si paket edhe në fundjavë gjatë të shtunës dhe dielës, një arsye më shumë për që In for Life dhe për të na ndjekur ne. Kohë e fundit Dua Lipa bën nami me bashkëpunime, si me Sean Paul, ashtu edhe Martin Garrix. Martin Garrix do jetë në Shkup edhe sigurisht unë nuk i humbas të gjërat dhe është vetëm një arsye të shkoj në Shkup, ku ka koncerte. Sean Paul së bashku me Dua Lipa do të vinë me No Lie tani. Okej, me që se ne e morëm avashavansë në Stinën, e vërtet edhe shumë knaqëm gjithë si staf, se kur ke njerëz pozitiv në emision. Do bëjmë shpejt edhe chartin muzikor të javës. Mos harroni me ngadalë, me qetësi dhe me dashuri këtë chart muzikor, Like Ship Top 10 playlistën e këngëve më të mira të javës, më të dëgjuara në INTV, më të votuar në intv.com/top 10. Do t'i dëgjojmë pra bashkë të dielën në mëngjes në orën 10 mëngjesit në In Radio 105.7. Wow, nisim kështu me vendin e 10, më tuna dhe bëni atë.
mbi vendosin e kamerave, hajde, se unë jam gati. Gati jemi. Bravo! E kemi kështu me detyrim, për shumë që sa herë mbi vendosin kamerat, unë bëjmë Eduard Rokitje. Jeni shumë talentuar dhe të preferuar, pa diskutim. Në vendin e 10 do vi një këngë që unë kur e kam dëgjuar për herë të parë, më pëlqeu. Ishte le të themi dashuri me dëgjim të parë. Është produksioni i fundit i Turian Hyskës që ne jemi mësuar njëri një kohë ta shikoni në produktin 28, një band shumë dashur publikun të filmin kohë shumë bukura. Po kohët e fundit dëshojmë të moderoj formate shumë suksesshme. Na ka munguar disi muzikë dhe ky le të themi është një rikthim i fuqishëm i tij. Vjen në bashkëpunim me personazh të njohur më jo në Shqipëri, po tamam kështu më ndërkombëtar, Arman Kanun është emri i tij, një dedikim kundrejt Nokia së vjetër dhe dashurive të bukura të asaj kohe. Ne do ta sjellim sot për herë të parë në Like Ship Top 10, është vendi i 10. Jemi në vendin e 9 të Like Ship Top 10 në listën e 10 këngëve më të mira të kësaj jave. Okej, pse po qesh? Apo ka që unë lëviz shumë. Në vendin e 9 do të vi ka rënë, le të themi 3 pozicione nga java e kaluar, Mike me produksionin e tij më të fundit solo, i titulluar Fund, që unë i kam thënë të gjitha dhe nuk kam asgjë çfarë të më lidhje me këtë produksion. Mike ka ardhur tani më me një tjetër këngë në bashkëpunim me Ona, të dy këto pjesë të labelit suksesshëm dhe të famshëm Baba Stars, po derisa ne të kemi atë këngë, ju siç duket akoma flini tek produksioni më i fundit tek balada e dashurisë që Mike ka serviruar këtu e ca kohë më herët, do të vi për këtë javë në vendin e 9, është Mike me Fund. I won't lie to you. Të jastiku në ka kërkuar i ndriti i Krip dhe Piper, kështu që besoj që duhet ja bëjmë dhuratë atij, po pas kam harruar. Ma kujtoni sot ja japim se e kishte shumë qejf, nuk e di pse. Sa lekë ti marrim shumë kur t'ja bëjmë dhuratë? Sa i shkon dhe nëpër Tajland. Okej. Jemi tek vendi, tek pozicioni i 8 i Like Ship Top 10 për këtë javë dhe po prapë kemi një new entry se gjatë kësaj jave normalisht janë çuar shumë këngë të reja në tregun muzikor shqiptar dhe kemi edhe shumë hyrje të reja në këtë top list. Është Ronela Ajati që nuk po stopon, nuk po ndalon se të kom produksioneve të suksesshme dhe të mira që po sjell. I radhës se sjell edhe si një super aktor në videoklip, një këngë ku i thot atij diarit mos sik tek tjetra se edhe unë jam shumë po shumë mirë madje. Ne do të dëgjojmë tani nga java, besoj do kemi informacione më detajuar në lidhje me këtë këngë dhe këtë produksion. Bëhet për herë të parë pjesë e Like Ship Top 10 në vendin e 8. Do të shkojmë në pozicionin e 7, në këngën e 7 në listën e 10 këngëve më të mira dhe vjen ai që ishte javën e kaluar, po duke qenë se ju jeni më keq se unë për kujtesë, jam e sigurt nuk e mbani mend kush ishte javën e kaluar. Në vendin e 7, do ta them unë, ishte Veçajena mirë. Ledri, ai ka ardhur me një setë produksion bashkë me Lumi Bidit vetë fundit, një këngë dedikuar shokëve të tij, shokët e mi, diçka e tillë, nuk e mbaj mend shumë mirë, po vazhdon të jetë në këtë top list me Ajina mirë, një këngë për zmoti si dedikim për së dashurin e tij, po që ka ecur mjaft mirë, si me klikime, si me dëgjime, si me preferencat tuaja, edhe me votat që keni dhënë në intv.al/top 10. Do të tani që po flasim, mund të votoni për këngën tuaj preferuar për ta bërë pjesë të Like Ship Top 10 që ne e sillim të dielën në mëngjes në In Radio 105.7. Nuk kam asgjë për të thënë, vetë ta dëgjojmë parë duke shpresuar që jena mirë krejt në vendin e 7 Ledri. Do të shkojmë në vendin e 6. Kemi dëgjuar në vendin e 7 Ledri, po dëgjojmë 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave që të kuptohen. Edhe në vendin e 6 do të vi personazhi më i përfolur i javës që lam pas. Përfitet gjithmonë për foto sensuale, për format e saj, tepër seksi dhe dukjen tepër seksi në rrjetet sociale. E ka Manson, flitet për suksesin që kanë këngët e saj dhe po flitet për marrëdhënien e kompleksuar midis saj edhe Noizi, një sher i famshëm në rrjetet sociale që ka bërë që të mos jenë më miq si Zuke dhe Enca të mos jetë më pjesë e labelit OTR, e grupit e bandës kur dëgjojmë si ta etiketojmë OTR. Ama suksesi i këngës është gjithmonë më lartë dhe më mirë. Për këtë javë Enca me Love My Body, një këngë shumë e preferuar edhe nga gjithë dëgjues dhe fan audienca e Fan Day, pozicionohet në vendin e 6 dhe nëse referojmë javës kaluar ka rënë plot 4 pozicione dhe kjo nuk është gjë e mirë. Gjithsesi ne do ta dëgjojmë, ta shijojmë, do ta kërcejmë tani, është Enca vendi i 6.
When I was 6 years old. Në vendin e 5 edhe jemi këtu në 5 këngët më të mira të kësaj jave, si dhe një treshe shumë interesante, është ashtu kështu nuk tingoj dash mirë. 3 artistë shumë interesantë. Është Capital T me Makro dhe DJ Nika, një këngë shumë ritmike që ju do ta kërceni, jam shumë e sigurt të gjithë në shtëpi tuaja tani që po e dëgjoni, apo edhe nëpër lokale se kam parë ca lokale, për shembull, un ka një arsye pse shkoj vetëm tek një lokal në Tiranë, sa ato e mbajnë te ini gjithë kohën, prandaj vetëm aty e keni duke pirë kafen, edhe askund tjetër. Bëj shaka me këtë. Tani, Capital T me Makro DJ Nika me Sela Guerra kanë rënë një pozicion nga java e kaluar, nuk janë më në vendin e 4, por në vendin e 5. Gjithsesi kërcehet kënga në çdo lloj pozicioni që mund të jetë në top listën e këngëve më të mira. Ne sillim tani. But I can't wait to go home. All I'm asking for is forgiveness. Sot Instagrami për shembull është gjithë verdh dhe blu, edhe kjo është shumë e bukur. Okej, do të shkojmë tani tek vendi i 4. Në vendin e 4 është një produksion i ri, që unë e kam shumë për zemër si produksion dhe si këngë, kam dëgjuar që në ditët e para të krijimit të lancimit të kësaj këngë dhe kam qenë gjatë kohë fanse. Bella, e para vjen për gjithë gocët që janë Bella, për gjithë gocët që janë kaçurrelse, edhe këtë i përshëndet Stine, domethënë me këtë këngën. E lançuar ka pak ditë që është lançuar, po shkon mjaft mirë, si me klikime, si me komente të lartë poshtë, me dëgjimet, me share që janë bërë në rrjetet sociale dhe gjithkund tjetër. Është për herë të parë pjesë e kësaj top liste dhe është direkt në vendin e 4. Ky është me të vërtet një lajm i mirë për Stine dhe për gjithë fanësit e tij. Do ta dëgjojmë, do ta kërcej me ritme latine në vendin e 4, Stine me Bella. Thinking I can see through this and see what's behind. Jemi në 3 këngët më të mira dhe jemi drejt fundit të Like Ship Top 10 dhe do të zbulojmë kështu vendin e 3 për këtë javë, gjithashtu një new entry se kjo ka qenë java e këngëve të reja, kjo është shumë e sigurt dhe shumë e vërtetë madje. Në vendin e 3 janë kanë bashkuar forcat, nuk është herë e parë që Ledri dhe Lumi B bashkëpunojnë së bashku, edhe nuk është herë e parë që ato kanë një këngë me sukses të garantuar. Krit shokët e mi, ky është titulli i këngës e komentuar dhe për makinat luksoze dhe për gjithçka tjetër, bëhet pjesë për herë të parë në këtë Like Ship Top 10. Ledri B është me 2 produksione për këtë javë dhe ky tjetër është sukses më vete. Dhe do ta dëgjojmë bashkë, nuk kam dëgjuar asnjëherë deri në fund të këngën. Do ta dëgjoj tani, por gjithsesi kam shumë besim si tek Ledri edhe tek Lumi B, edhe për vetë fakti që janë ndër artistët më të përfolur momentit edhe që ju të gjithë i doni pa pikë dyshimi. Vendi i 3 për këtë javë, Ledri dhe Lumi B, Kret shokët e mi. Në vendin e 2 vjen një këngë e cila javën e kaluar ka qenë po në 3 këngët më të mira të kësaj jave, edhe është gjithmonë në zonën e nxehtë, që është të vërteta. Unë nuk kam ndonjë informacion të thashëtem dhe dallavere për ta thënë për dhuratat, dorën se shumë rezervuar në të paktën në këtë pjesën private, po di të them që produksioni i saj më i fundit që është gjithashtu i kërcyeshëm dhe ritmik, është pritur mjaft mirë edhe nga fansat apo audienca e Fandej apo ju specifikët që jeni të Like Ship Top 10. Është lidhur me një pozicion, vjen për këtë javë në vendin e 2. E jo, nuk kam më komente, vetëm dëgjojmë këngën. Ky është vija e finishit, ta them ndryshe, dhe jemi në fund të Like Ship Top 10. Prit redaktorë tani që zbulojmë edhe këngën që ka zbulova këtë letrën që duhet ta zbuloj. Zbulojmë edhe këngën e fundit që ka triumfuar. Përpara kësaj, do bëjmë pak një parakalim të këngëve më të mira të kësaj javë, kush ishin 10 këngët më të mira, shpejt madje se s'na premton shumë koha. Në vendin e 10 ishte Turi me Nokia në vjetër, që unë kam shumë për zemër si këngë. Në vendin e 9 me 3 pozicione më poshtë ishte Mike me Fun, Ronela me një hyrje 3 me Mosik ishte vendi i 8, vendi i 7 Ledri me Ajena Mirë si javën e kaluar, Enca kishte rënë 4 vende, ishte e 6 Capital T me Sela Guerra me një pozicion më poshtë. Në vendin e 5 për herë të parë në Like Ship Top 10 Stine me Bella ishte i 4-ti, vendi i 3 ishte për Ledrin dhe Lumi me Kret shokët e mi, hyrje e re dhe kjo, vendi i 2 për Dhurata Dorën dhe në vendin e parë janë 2 djem që unë kam shumë për zemër si njërin dhe tjetrin. Kam një relacion shumë të mirë kështu me Blandë, Rill, miq shumë të mirë të Fandej që shumë shpejt priten të jenë pjesë jona dhe ngjyrë se sikur do bëjmë shumë gallata. Suzi është produksioni i tyre më i fundit me tematikë shumë interesante, edhe një produksion që si duket audienca e Fandej e don shumë, përsa ko ju e keni votuar së tepumi në intv.com/top 10. Vazhdoni të votoni aty për këngën tuaj të preferuar. Që ne të ndërtojmë listën e 10 këngëve më të mira, është shumë e thjeshtë. Ne do të dëgjojmë tani këngën e parë për këtë javë është Blandë Rill. Shohim. Nuk e kuptoj pse po i rregulloj flokët, unë tani mbarova do iki, s'ka problem nëse janë edhe keq. Jemi në fund të Fandej dhe për këtë javë. Falënderimi më i madh dhe shumë, po shumë i vërtet dhe nga zemra është për gjithë ju që jeni bërë pjesë e jona. Edhe zgjidhni që t'jeni fan lover dhe të thikni telashe dhe problemet që ju rezervon dita çdo ditë nga në të premte në 15:00 edhe
Durojmë pak në magji nga kjo e Coldplay tek njëri tjetri dhe pozitivitet, se kjo është ajo për cilën me të vërtet ne kemi nevojë. Tani, Fan Lover, faleminderit që keni qenë me ne sot. Kaloni një fundjavë sa më të bukur, dhuroni sa më shumë dashuri, ne do të ritakohemi përsëri të hënën. Deri atëherë, bëni sa më shumë qef. And I just got broke.